Universiteti i Shkodrës, Luigi Kurakuqi është në fazë ristrukturimi. Rektori Tonin Xhuraj tha se deri në fund të muajit mars pritet që të konfirmohen 14 programe të reja studimit, 5 prej të cilave janë reorganizime të dekve aktuale. Ajo që është rëndësishme për këtë vit akademik është, pra për vitin 2025-2026, është që ne besoj deri nga fundi muajit, krahas 68 programe studimit që ne kemi në dispozicion në të 3 ciklet, bachelor, master i shkencave, master profesional dhe studimit e doktorat, se ka shumë rëndësi dhe kjo, pra që Unishku ka dhe studimit e ciklit 3, ne jemi në pritje të konfirmimit edhe për 14 programe të reja. Natyrisht, Ministria e Arsimit bën miratimin final të fazës së parë të këtyre programeve, por 5 programe do jenë në riorganizim, që besoj do miraton nga Ministria. Disa programe të tjera do jenë të ciklit 2, siç është marketing inovativ. Kemi shumë shpresë për infermieri klinike dhe që është një program shumë i mirë për GIS-in apo për studimet në territorin. Natyrisht janë 2 programe që janë tek Fakulteti i Shkencave Shoqërore dhe tek Fakulteti i Drejtësisë. Ndërkohë, reformimi i institucionit pritet të afrojë më tepër studentët nga veriu i Shqipërisë, por edhe trevat shqiptare. Ministri një fazë të re të reformimit të institucionit, përveç programeve të reja, ne po bëjmë përpjekje maksimale për të reformuar programet ekzistuese. Dhe ne jemi të vendosur ta bëjmë diçka të tillë. Jam i sigurt që me ofertën e re akademike, që në fakt kulmon me 26-27, sepse të tilla janë procedurat, Shkodra, nisur edhe nga ndryshimet e tjera pozitive që ka, konvikti pse jo, menca tani që është në dispozicion, unë mendoj që duhet kthehet në një qytet tipik universitar. Aktualisht në Universitetin e Shkodrës Luigi Kurakuqi janë aktive 68 programe studimi në 3 cikle, bachelor, master dhe doktoratur.